19 korrik. Finalja e madhe midis Argjentinës dhe Spanjës. Natyrisht që favorit janë argjentinasit, është Messi i madh i cili mund të realizojë edhe dy gole dhe të barazohet me Mbappén dhe mund të marri kupën e botës, domethënë dy edicione rresht. Ndërkohë që sulmet mëdha kanë qenë ndaj trajnerit britanis, Gjermanit Tuchel, i cili gaboi nga ana taktike, nuk diti të bënte ndrimet e duhura, por ai tha që Anglia ka probleme mentaliteti. Ka drejt ka. Siç do thoshte Lineker, ne bëjmë me kombëtarën atë që nuk do të ndodhte 1 milion herë, 1 në 1 milion herë me ekipet, me klubet tona. Tërheqja në mbrojtje. Për sa i përket lajmeve lidhur me Ballkanin, me Shqipërinë, ajo që më shqetëson është memorandumi i dialogut strategjik midis Amerikës dhe Serbisë. Haptas është thënë që është shtyr dialogu strategjik me Kosovën. Natyrisht kjo mbas ndikimit anti-shqiptar dhe proslavët Grenelli dhe djalit Trump, dhe asgjë për Shqipërinë. Është shqetësuese sepse më kthen kohën e Eagle Burger Nixonit, kur Partia Republikane Amerikane ka pasur marrëdhënie shumë të mira me Jugosllavinë. Nga memorandumi duket që fillimisht është në aspektin ekonomik, 5G-ja tek komunikimi, ndërtimi të hidrocentraleve, stabiliteti në Ballkan dhe njoja e Kosovës nga Serbia dhe Kosova të njohë Serbinë, pra kjo është thënë. Por ajo që më shqetëson është vazhdimi i partneritetit ushtarak me Gardën Kombëtare të Ohajos, që ka 20 vjet, dhe kërkesën serbe për blerje armatimesh nga Amerika për të forcuar bashkëpunimin ushtarak. Dihet që Serbia nuk është aleat i Amerikës. Serbia është shtojtës e Rusisë, por përmes lobingut të tyre kanë arritur këtë fitore, këtë sukses. Rubio, i cili në fakt nuk është sekretari de facto i departamentit, sepse de facto është Witkov, ka organizuar një konferencë kundër terrorizmit të spektrit Might, ku ishte 65 të ftuar, por në fakt përfundoi 93, ishte edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë, i cili përfaqëson një qeveri që vjen nga një parti e ekstremit të Might terrorist, e faktuar si parti anti-amerikane. Aq më tepër që ministri Ramës në vitet 90 është ndaluar nga policia me një grup diplomatësh pas një skandali, dhe në kohën që ishte ambasador në KB, ka deklaruar se ka humbur laptopin me sekretet NATO-s. Këto janë fakte. Ndërkohë që Rubio ka firmosur me ministrin e jashtëm të Serbisë, ministri i jashtëm serb është pritur nga zëvend sekretari i shtetit Landau në një fotografi me protokoll, duke pasur pas dhe flamurin e Serbisë. Ministri Ramës në korridore ka bërë një fotografi me Landau dhe vazhdon kompleksi i inferioritetit të theksuar duke quajtur takim. Ju mund të mbani mend se ambasadori i Ramës pa deklaruar me bujë që kanë ftuar Rubion për ftesë, që kanë bërë ftesë të vinë në Shqipëri dhe e ka pranuar. Ka kaluar 2 vjet. Në një reception, në një pritje, duke bërë një selfie, duke thyer çdo protokoll, mbasi duke imituar stilin e Ramës, edhe kjo ka ngjarë. Natyrisht që ndaj Shqipërisë, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka se si të kryejë veprime të tilla për dialogje strategjike, kur ka një ftoje të madhe dhe trysnia dhe presioni i madh arriti kulmin kur një kongresmen kërkoi që me ligj të nisë hetimi
për lidhjet me trafiqet e drogës nga Amerika Latine, e qeverisë, e Ramës, dhe trysnia e tij ndaj opozitës. La Civita, i cili ishte i kontraktuar nga demokratët, është parë në avionin presidencial Trumpit, pra është afruar përsëri tek doni i madh. Media amerikane, përsëri Washington Examiner, është marrë me trafiqet e narkoshtetit me Ramën. Natyrisht që Departamenti Amerikan i Shtetit ka së fundmi një dosje masive për pastrimin e parave, miliarda dollar të Ramës, të njerëzve të lidhur rreth tij dhe të skandalit në Zvërnec dhe në Sazan, që ka marrë një pjesë të madhe nga media amerikane, ka shkuar deri në Senat, ka urvatje për hetime dhe në Kongres. Nuk mund të nisin ende hetimet në Kongres, sepse hetimet nisin nga maggjoranca. Pra duhet të kesh komisionin, por në nëndor, gjasat janë që Kongresi do të shkojë nga e majta amerikane, sepse çdo 2 vjet këmbë gjetë. Senati është në lojë, Trump ka mbajtur një fjalim kombëtar për rrezikun e vjedhjeve të votave, nuk afroi dot fakte, por akuzoi Kina ka ndërhyrë në sistemin elektoral në vitin 2020, kur presidenti ishte zoti Trump. Ka marrë të dhënat e votuesve, listat e mëdha për të bërë manipulime. Në fakt, listat e votuesve janë publike në Amerikë, mund t'i blesh letës. A do të donte Kina të ndikonte në përzgjedhjen e një kandidati për president? Pa diskutim. Si çdo vend tjetër që kërkon që politika e vendit tim në Amerikën të kishte ndikim pozitiv për Kinën, për Rusinë. E majta thot që Trump po përgatit mos pranimin e zgjedhjeve, humbjen në Kongres dhe Senat. Problemi është që Trump kërkon ta nacionalizojë sistemin zgjedhor, kushtetuta ja u le shteteve ta kontrollojnë. Po të shikosh, Trump nuk po kërkon ndonjë gjë të pakërkueshme. Të kesh kartë identiteti kur voton dhe provë që ke në shtetësi amerikane. Ka vende të shtete ku kanë votuar në mënyrë pa drejtë edhe jo nënshtetës. Ata duhet dënohen. Por në një sistem zgjedhor që janë me qindra milion vota, pjesë të tilla nuk janë ndikuese përcaktuese në rezultat. Me të gjitha akuzat e 2020-s, asgjë nuk u provua dhe Fox News u detyrua të pagonte $700 milion sepse mashtroi. Tucker Carlson u detyrua të largohej nga Fox News. Giuliani thuajse u shkatrua përfundimisht dhe Trump nuk mbajti përgjegjësi për 6 janar. Por zëvendësi Jack Smith, prokurori që donte ta dërgonte pranë nga Trump, po kandidon për kongresmen. Mund të fitojë. A do të ketë hetime ndaj zotit Trump në qoftë se humbet Kongresin Partia Republikane? Po. Dhe Kongresi e shkarkon përsëri impeached. Por që të shkarkohet si president duhen 2/3 e Senatit. Kjo nuk ngjet. Nuk mund t'i ketë. Por ka dhe një klauzol, amandamenti 25, kur antarët e kabinetit, për arsye shëndetësore, probleme mendore, mund t'a shkarkojë. Kjo është e gjitha propaganda e majtë. Trump duhet përfundoj atë që nisi në Iran. I ka pasur duart e lidhura nga zgjedhjet e mesmandatit, ka rreth 8 ditë që po bombardon dhe duket që nuk do të rriqet. Natyrisht që lajmi që Rubio firmosi memorandumin e dialogut strategjik me Serbinë na shqetëson, por dhe duhet na gëzojë, sepse fundi tregon që administrata e Trump nuk e ka larguar vëmendjen nga Ballkani. Problemi është se nuk jemi ne qendrorët, por dialogu nis me Serbinë. Natyrisht po të kesh një kryeministër bufon, karragjos, anti-shqiptar dhe anti-amerikan, kjo nuk ka si
se si të ndodh. Sepse nuk mundet Rubio të nisë një dialog strategjik me një kryeministër i cili ligjërisht do të jetë në henetim nga CIA dhe FBI sipas ligjit në Kongres propozuar nga Wilson për lidhjet me trafiqet. Rama shumë brapa Ditmir Bushatit, i cili me Kerin ka firmosur për një gjë të tillë. Dhe Ditmir Bushati duket se është i preferuari i amerikanëve, i Deep State, fakti që e kanë thritur në Harvard, dhe ajo që janë i madh protestash, ja kam thënë, Ramën e ka hequr. Rama kërkon të blerë drejtuesit e protestave, nuk i blet dot, dhe ka nxjerr ndrikullat për ta mbrojtur sepse nuk ka askënd që ta mbrojë. I quajti agent Iranit, agent Afganistanit, ndërkohë që ata e mbrojnë figura qesharake, alogjike, të urryera, Gonxhe, Balla, është një Zeqine, nuk e di, një nivel ofendues për të majtën shqiptare, atë parti që ka pasur profesor, kandidat shkencash, njerëz që e kanë dashur Shqipërinë. Rama e urren Shqipërinë. Por duket qarta si që shumica e shqiptarëve urren Ramën. Ato e urrejnë brenda familjes politike, tek shiku, tek policia. Ajo që e tmeron Ramën është nëse vështron ato protesta të bukura, policë që buzëqeshin me protestuesit, gardistë që buzëqeshin, nuk e ka besnikërinë e gardës dhe të policisë siç e kishte Vučić. Dhe nëse nga diaspora, nga Amerika do të vinë me mirave të protestojnë që janë në Shtetet Amerikanë, nuk i prek dot. Nuk i prek dot sepse Donald Trump i mbron në shtetasit e vet si ka mbrojtur kur Amerika. Nëse ti ndalon në polici shqiptare një në Shtetet Amerikanë, dhe kjo është mirë pa drejt, qeveria jote konsiderohet si qeveri terroriste, sipas ligjit të fundit të presidentit Trump. Dhe ligji presidentit Trump mbron në Shtetet Amerikanë kudo që janë, edhe në tregti, edhe në investime. Siç ishte rasti i pronarit Banana King, i cili pati akuza monstruoze dhe ka përfituar të drejtën nga gjykatat shqiptare, ndalim të çdo hetimi ka marrë drejtësinë, sepse është ndjerë trysnia e kësaj firmosit të këtë ligji të ri nga presidenti Trump që mbron çdo në Shtetet Amerikanë. Ky vend është vend i madh. Dhe sado e vogël mund të ketë qenë mërgata, po e themi o diaspora, sa e madhe është sot, gjithmonë ka ndikuar. Ka ndikuar në kohën e Fanolit, në konferencën e paqes, ne ekzistojmë prej tyre, dhe shenjat, mesazhet vinë. Janë me mira shqiptarë që kanë dalë dhe protestojnë. Nuk do të jetë e largët dita që do të protestojnë dhe përpara zyrave të Rubios. Duhet më aktiv Departamenti i Shtetit, sepse mua më pyesin shumë që ora ky sikën, ata dalin, ai ka hiku. Shikojnë në fytyrë. Ai po pastron letrat, po negocion dhe po negocion burgun. Nuk shpëton dot. Mjafton vetëm me atë majmunin gjoja këngëtar, 4.2 milion euro, dënohesh mbi 15 vjet burg. Nuk ka nevojë për tjera. Ka shkelur çdo ligj. Sepse duhet shkosh në parlament, duhet nxjerrësh fletore zyrtare, pastaj të kalosh të bësh kalesën e pagesave, e bëri brenda 2 orëve. Dhe me ligjin e hetimeve, kur ai e di vetë se sa masive është dosja e tij, nuk ka se si shpëton. Ai vetëm jeton në kohë të blerë. Është një njeri i vdekur që hecën politikisht, po i themi. Dhe fundi i tij vendoset nga ai. Nuk mund të sfidosh me ignorancë, arrogancë, me idiotësi një protestë qytetare. Një protestë njerëzish civil. Unë kam vënë re dhe thotë që
pa dashje mund përplasesh me një në protest, i thua më fal, dhe tjetri përgjigjet me kulturë. Kjo lloj proteste po ngjet në Shqipëri. Kësaj i tmerohet Rama. Nuk është e dhunshme. Dhe Rama provokoi, donte dhunë tek parlamenti. Dhe Rama e di që opozita shqiptare me sado probleme që mund të ketë brenda kupolës, drejtuese, ato problemet brendshme, është një vulkan i madh me 500 e sa mijë vota. Mjafton një thirrje dhe ata e shtukin, e shkrin. Por 97-at i bën e majta, e dia tha asnjëherë. Unë them që kjo protestë e madhe që mund shkoj përsëri 100.000 e 200.000, sepse shtatori po vjen, duhet të ketë një zgjidhje politike. Nuk duhet të injoroj një opozit me 550.000 vota. Mendimi im. Dhe mikrofoni nxjerr zërat ndryshëm. Veshi seleksionon. Zhurmat hikin. Por kryesorja është kjo. Shqipëria drejtohet nga një mediokër, anti-shqiptar, i cili kërkon nga Zagari Soros, Zagari Netanyahu, të bëhet Zagari Ivankës, të largoj sa më shumë shqiptar, të jetë nën varësinë e Serbisë, të bjerë kolon hebrejnë pa kuptim në një vend që ka mbjetuar ndër shekuj, dhe të vazhdoj të vjedhë çdo copë që ka ngelur në atë vend bukur. Ka 13 vjet dhe vetëm fasada. Shqiptarët nuk duhet të jenë të mëshirshëm dhe ti. Burgu është pak.